Kur vim dhe kjo i ake nestahin, qysh i kërkohet ndihmë Zotit? Me çka i kërkohet ndihmë Zotit? Vetë Kurani na mëson, janë ajetet në surën Al-Bakara, është ajeti 43, dhe është ajeti 45 i surës Al-Bakara. Ajeti 43 përmenet salati dhe përmenet rukuja. Ajeti 43 dhe me njerë të ajeti 45, wasta'inu, e morëm informacionin se si do të me kërku ndihmë. Wasta'inu bis sabri. Dhe më thonë, kërkoni ndihmë me sabër, me durim. Wasta'inu bis sabri, was salat. Dhe salat. Cilin salat? Namazin? Jo. Lidhjen ti me ndjek Kuranin se ti, prandaj në çdo namaz lexohet surja Al-Fatiha. Pra Kurani me Kuran, mund është me zell më të mirën, më të bukurën me zell. Me pas kodin e suksesit, mi, ti dyrt e xhenetit. Dhe më koni suksesshëm në këtë jetë, që në urën e siratit, prej skajt, kur ke lind, kur të është prej kërthinzna dhe prej momentit kur ta lidhin shefinin, ose ta pregaditin alkoholin, ti e ke kalu me lehtësi, dhe për ty vazhdo një jeta, botën e përtej me, që nuk ke mundësi me perceptu. Ne sot të ku jemi. Nëse ka ndonjë shtyllë të fortë, që qenë ka para salatit, qenë ka sabri, durimi. Ndoj durimi lidhët me ahiret. Ajeti i 5 u lidh ka me njëherë të ajeti 43 dhe 45, ku përmendet fjala salat, po nuk bëhet fjalë për namaz. Bëhet fjalë me ndjek Kuranin, pra nëse ndjek Kuranin e ki kodin, ti je shpëtimtar, shpëton. E ke kaluarën e siratit sa ke qenë gjallë në këtë dynjon. E ke kalu, s'ka urë siratit në botën tjetër. Ka vetëm llogaridhënie.